Kryediplomati Hoxha u tha deputetëve të Komisionit të Jashtëm se raporti i bar nuk është bllokuar. Rekomandimet e Komisionit për Këshillin kanë qenë pozitive, duke njohur progresin e arritur. Ky është momenti ku ndodhemi aktualisht me IBARS. Ky proces, veçanërisht duke qenë se zbatohet për herë të parë në kuadër të metodologjisë së re siç e përmenda, nuk është as i paracaktuar e as i kufizuar në kohë. Janë 27 vende atare të cilat kanë qasin e tyre, qasin e vet, të gjithë secilit, natyrisht këndvështrimet, ndjeshmëritë dhe interesat përkatëse, siç e dim, nuk ka pasur dhe nuk ka bllokim, nuk ka pasur dhe nuk ka veto nga asnjë shtet antar për procesin e antarësimit të Shqipërisë në BE. Ndryshe u shpreh opozita. E dini kush një nga faktorët kryesorë që pengoi miratimin e IBAR-it? Janë procesi gjyqësor kundër korrupsionit. Imuniteti që mbajti ky parlament dhe kjo në mënyrë politike ndaj zënës kryeministres. Në seancën dëgjimore, Hoxha përsëriti objektivin për nënshkrimin e traktatit të antarësimit gjatë vitit 2028 dhe antarësimin e plotë të Bashkimit Evropian në vitin 2030. Ai u shpreh se artikulli i përbashkët Rama Vučić nuk sidon as pak objektivin strategjik të vendit antarësimin e plotë në familjen evropiane.